Çfarë është një domain? Një emër domeni është adresa e internetit që njerëzit shkruajnë për të hyrë në një faqe interneti si alstek.org. Ashtu si një adresë rruge që i ndihmon njerëzit e tjerë të gjejnë shtëpinë tuaj, emri juaj i domenit është unik për ju dhe i drejton vizitorët tuaj në faqen tuaj të internetit. Le të themi se dëshironi të ftoni një mik në shtëpinë tuaj dhe për t'i mbajtur ata që të enden në të gjithë qytetin tuaj duke kërkuar për ju, ju do t'ju jepni atyre adresën e shtëpisë tuaj për të treguar saktësisht se ku ndodheni. Në të njëjtën mënyrë, kur miku juaj shkruan domenin tuaj në një shfletues webi si Chrome ose Safari, ata dërgohen direkt në vendin ku jeton faqja juaj e internetit. Si mund të marrë një domen? Ju mund të blini emrin tuaj të domenit nga një regjistrues domeni si Google Domains, GoDaddy ose Hover. Thjesht ndiqni udhëzimet e regjistruesit për krijimin e një llogarie dhe zgjedhjen e emrit për domenin tuaj. Kostoja e një emri domen zakonisht varion nga $10 deri në $20 në vit. Një këshill profesionale, sigurohuni që të mbani informacionin tuaj të hyrjes në një vend të sigurt, pasi do ju duhet për të lidhur domenin tuaj me faqen tuaj të internetit.